sot janë edhe më të besueshme e më të qëndrueshme. Kosova është rreshtuar në anën e paqes, të drejtësisë dhe talatëve të saj demokratik. Aleanca jonë me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar, me NATO-n dhe me vendet mike nga Kanadaja e deri te Japonia, nuk do të lëkundet sepse ky bashkëpunim nuk është thjesht strategji, është vlerë. Sepse ne nuk jemi vetëm pjesë gjeografike e kontinentit evropian, por pjesë e vlerave politike të tij, lirisë, solidaritetit dhe parazisë. Në 4 vitet e ardhshme do të forcojmë aleancat, do të investojmë 1 miliard euro në mbrojtje, do të rekrutojmë ushtarë të rinj, do të shumëfishojmë numrin e oficerëve, do të funksionalizojmë fabrikën e municionit, do të zhvillojmë industrinë ushtarake të Kosovës dhe do të prodhojmë dronët luftarak made in Kosova. Do të vazhdojmë mbështesim fuqishëm procesin e Berlinit dhe tregun e përbashkët rajonal mbi bazën e barazisë dhe të përfaqësimit barabartë, sepse besojmë që fqinësia e mirë evropiane dhe bashkëpunimi rajonal i kontribuojnë si paqes ashtu edhe sigurisë. Do të punojmë me çdo çështri në dorën e bashkëpunimit mbi bazën e respektit të ndërsjellët. Normalizimin e marrëdhënieve